Është kënaqësi që të bisedoj për zhvillimet politike me drejtorin e informacionit të MCNTV, zotin Skënderbej Zaimi, është gjithnjë kënaqësi që ju kam studio. Do doja ta filloni me zhvillimet politike. Kemi një propozim për shkrirjen e 15 bashkive, kundërshtime nga kryebashkiak të Majt dhe kryebashkiak të Djathtë. Pse kryeministri kërkon shkrirjen e 15 bashkive sipas jush? Arsyet nuk janë për publike, të dim motivin, atë motivin kryesor, janë bërë arsyet zyrtare që lidhen me kalimin, kemi thënë dhe tjetër, nga fragmentarizimi në unifikim, në mënyrë që bashkit aftësohen për të qenë brenda standardit të BE-s. Pse e bën kryeministri? E bën se mundet, e ka të thjeshtë ta bëj. Ashtu siç e bëri në 2015-ën. Pa adresuar atë që më mendoj se është problemi kryesor, modeli ekonomik që i shoqërohet ose që qëndron në themel të kësaj ndarje. Kështu që mendoj që dhe është interesant fatkeqësisht që ne diskutojmë për reformën territoriale, pa përmendur asnjëherë atë administrative, që lidhet me decentralizimin, sepse dikur u shqetësuan disa kryebashkiak socialist. Përndryshe kjo do kalonte kështu lirshëm fare, pa ndonjë diskutim thelbësor. Kjo flet për atë që ka ndodhur në Shqipëri ndër vite, për prishjen dhe shpërbërjen e komuniteteve. Dhe për një prirje të pakthyeshme me sa duket ndër vite, emigrimi dhe emigrimi të brendshëm, që ka sjellë këtë lloj trazire, këtë lloj turbullire demografike, e cila e bën më të kollajt për politikën të ndërhyjë me operacione të çfarë do llojshme si të doj dhe kur të doj. Po pse përqendron më shumë pushtet tek në Tiranë, tek politika qendrore, le të themi? Kjo ngjetet për të parë në legjislacionin që do pasojë. Megjithatë ne mund të nxjerrim mund të bëjmë një parashtrim nisur nga tendenca që ka qeveria aktuale për të bërë përqendrime. Kemi një problem me kadastrën në Vlorë, heqim kadastrën nga Vlora e çojmë në Tiranë. U bë harta e re e gjyqësorit, duke krijuar apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, pati goxha protesta nga njerëz të fushës, nuk u dëgjuan. Dhe këtu do të sjell në vëmendje rastin e reformës ose hartës së re të gjyqësorit, sepse në atë kohë, si thua, shqetësimet që u ngritën nga njerëz të fushës ishin konkrete dhe logjistike. Nuk ke zyra, nuk ke stafe. Kemi pasur shumë intervista me shumë avokat për këtë temë. Ka mbivendosje, ka ngarkesë dhe kjo afekton direkt cilësinë e drejtësisë, e cila është një gjë me shumë zarar. Nuk u dëgjua. Madje patëm një deklaratë të zotit Rama atëherë që do bëhet dhe pik, dhe ju vazhdoni sa të doni të protestoni. Mendoj që kjo është metodë e komunikimit. Mendoj ka të bëjë dhe me një lloj kuptimi që ka kryeministri për pushtetin, çfarë quhen ai pushtet. Ajo që kemi ndjekur kryeministri dhe ministrat ndryshëm thonë që ka një efikasitet më të madh nëse do kemi këtë reformë. Por kishim një reformë për 10 vitet e fundit, u fokusuam te decentralizimi. Çfarë prodhoi? Mendon, e prodhoi diçka ajo reformë që kishim dhe prodhon kjo efikasitet më të madh nëse bëjmë bashkinë më të madhe. Këtë diskutim duhet ta bëj politika që e propozon. Megjithatë shifrat që kemi nga Instat, unë kam nxjerrë sa shifra kështu të vitit 2023, të publikuara në vitin 2025. Në 13 vite, prodhimi i brendshëm bruto ka shkuar 27 miliardë euro nga 10 miliardë që ishte. Megjithatë, sipas Instatit, për sa i përket prodhimit brendshëm bruto real, në rritjen ekonomike, Tirana ka ndikuar me 2,06% pik në rritje, Fieri i dyti 0,43, Durrësi 0,42, pastaj vjen në fund Kuksi 0,04, Dibra 0,06, Gjirokastra 0,07. Do me thënë, është një ekonomi e përqendruar në Shqipërinë e Mesme, kryesisht në Tiranë, ku edhe është, si thuash, motori i të ashtu quajtur zhvillim, po unë mendoj që në Shqipëri nuk ka zhvillim ekonomik, ka rritje të mirëqenies, po jo zhvillim, se zhvillimi ekonomik nuk mund të vijë për një kohë të gjatë nga një ekonomi që është e bazuar te shërbimet, te turizmi dhe tek ndërtimi. Do të duhet një model tjetër ekonomik dhe mendoj se lajmi i javës, që duhet të jetë dhe lajmi kryesor i javës, është ai që kishim ne para disa ditësh që lidhet me deindustrializimin e Shqipërisë. Ky deindustrializim ka ardhur kuota negative nga viti 2022 e mbrapa. Do me thënë, qeveria e sotme nuk e bën dot krahasimin e shumë dëshiruar për çdo qeveri me qeverinë paraardhëse.
ka filluar të ketë rënje të industrializimit, pra të aktivitetit prodhues në mesin e qeverisë së vetë. Po mos do shtash më mirë shkojmë sektor shërbimesh. Nuk besoj se është më mirë, sepse edhe treguesit janë kokëfort. Shqipëria nuk ka, si thuash, moshim demografik në mirëfilli, ka moshim demografik për shkak të ikjes masive. Është tjetër gjë për shembull, nuk mund të krahasohet, mendoj unë, kjo duhet të flasin dhe ekspertët, Shqipëria me një vend si, po themi, Italia që kemi fqinje që Gjermania, Italia, që ka një plakje reale, është një cikël fiziologjik i shoqërive që arrin një pik, pastaj fillon rënja. Ne kemi problem konstant me ikjen, me zbrasjen, dhe edhe shifrat e papunësisë pastaj ndaj dalin me tendencë pozitive në rënje. Sepse bie papunësia, kur bie edhe numri të papunëve efektiv që jetojnë në vend. Kështu që mendoj që gjithë diskutimi për ndarjen administrative territoriale nuk duhet bazohet vetëm tek ajo fjalia magjike shërbimet do t'i keni. Se shërbimet janë disa zyra. Zhvillimi ku është? Ekonomia, se në fund qytetet e qendrat urbane, po edhe qendrat më të vogla se qendrat urbane, asociohen me ekonomi lokale. Mund të asociohen me zyra që japin certifikata. Provoj zoti Rama edhe me rilindjen urbane, të rigjallëronte, si të thuash, qytetet. Nuk dha rezultate të matshme, sot që flasim. Dhe vetë rishikimi i reformës me tendencë zbritëse për njësitë administrative e tregon këtë. Po nëse një bashki nuk e mban dot veten, ka borxhe shumë nda, nuk paguan dot asuja drita për ujësjellsin. Pse duhet mbijetoj? Ka ligje për këtë. Janë shpallë dhe falimente, me sa di unë më përpara. Edhe përpara se të bëj reforma, po ky nuk është diskutimi që po bëjmë. Diskutimi është që reforma po adreson një model, ose si thuash, një ekonomi, po reflekton një ekonomi në Shqipëri, e cila nga të gjitha aktorët po ngrihet, po trajtohet me shqetësim, po nuk mund të vazhdojmë më ky model që të jetë dhe i dobishëm. Dhe shifrat janë këtu. Ti mund ta zgjerosh ekonominë. Vetë brenda PS-s, Tirana, kryeministri thotë kjo duhet bërë, kryebashkiak socialist thonë që nuk duhet bërë. Çfarë po ndodh në PS? Shiko, ai debati në Partinë Socialiste se na u bë kjo Partia Socialiste sikur domethënë mendoj që çdo prind, kjo është personale, ka detyrimin t'i thotë fëmijëve të vet se çfarë është Partia Socialiste. Çfarë është Partia Socialiste? Gjithçka që ka ndodhur në këtë vend. Gjithçka e zezë që ka ndodhur në këtë vend është Partia Socialiste. Ka detyrimin t'i thotë fëmijëve të vet për te atyre teksteve që janë për shkolla. Që të mos dalin edhe të na thonë pastaj që ne jemi më të mirët, siç po na thonë. Ato debatet atje janë normale për një parti politike, lidhen me karriera, lidhen me interesa, po ndarja territoriale është një reformë e cila duhet të adresoj modelin ekonomik, ta shqyrtoj modelin, ana ka dhënë rezultate, apo jo, dhe të rishikoj vendimet. Zoti Rama po tregohet bashkëpunues pikërisht për shkak të presionit. Ka presion të madh thua? Po me sa duket ka. Po çfarë mund të bëjnë kryebashkiakët? Po, për shembull, kryebashkiaku i... Po se zgjedh mos t'i kandidoj. Do ketë, mendoj dhe pasojat në zgjedhje. Se aleancë është kjo. Interesi të bën aleat, nuk të bën sklav. Pragmatistë janë të gjithë. Mendoj që ka efekte. Po i dëgjon për t'i thënë po dhe në fund do vendos vetë? Unë mendoj që po. Do vendos vetë. Pse? Jo se i mungon aspekti racional zoti Rama, të kuptohemi. Ashtu e kupton pushtetin e vetë. Mendoj që çdo që dim zoti Rama në fazën ku ndodhet aktualisht, e shikon si cënim të autoritetit që ka ngelur. Nuk e ka parë, domethënë, ushtrimin e pushtetit, të paktën në mandatin e dytë e mbrapa, si dialog real. Po të jap një shembull, për shembull, që është pak i largët në kohë, po ne e risollëm para disa ditësh me një kronik. U bë një lloj referendumi online për legalizimin e kanabisit. Ku konsiston dhe referendum? Pyet njerëzit online, përgjigju. Është i njëjti kryeministri që sot akuzon algoritmi dhe trollët online që bëjnë protesta ndaj këtij. Pse mos themi edhe ne të njëjtën gjë për atë të ashtu quajtur referendum? U kalua referendumi për kanabisin, me gjithë kontestimet që kishte etj. Ku jemi? S'ka ndodhur asgjë.
Po ju thatë ka dialog. Kemi dialog mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakëve të Partisë Socialiste. Edhe debat me demokratët, le të themi. Por në krahun tjetër, ku janë qytetarët në këtë mes? Në fund qytetarët e banojnë një territor. Nuk i dëgjon kush, Sebastian. Mua për shumë më pëlqeu shumë ajo protesta që bën disa qytetarë në Prenjas, mos nga bëj, ose në Librazh para disa javësh, pikërisht për këtë çështje. Më pëlqeu në fakt edhe mënyra si flisnin. Artikulimi. Si shprehnin mendimet. Para 3 ditësh pash rastësisht një ish mësuesen time të gjimnazit, që kishte marrë një flet atresh, dhe ishte kundër prishjes së gjimnazit Hasan Tassini. Dhe në fakt, ajo zonjë, kisha vite pa e parë në fakt, po artikulonte një shqetësim bashkë me disa mësues të tjerë, me shumë qetësi, pa fyrje, pa epitete, pa stigma, edhe vinte theksin të mungesa e transparencës. Del vendimi pa pritur e pa pandehur, si ato gjëmat e rrëfenjave, edhe ti tani vjesh për para faktit. Ja ku janë qytetarët. Ja ku janë qytetarët. Politikanët shpeshherë i kemi dëgjuar të na thonë dhe të kemi diskutuar me ekspertë të ndryshëm, me grupet e interesit, dhe do bëhet për arsye sepse ne kemi një plan të detajuar si do funksionojë. Unë dëgjova kryeministrin Edi Rama, të cilin e dëgjoj shpesh në fakt, që edhe për shtetin Bektashi tha kemi angazhuar studiot më të mira në botë, të cilat ngelen gjithmonë anonime. Unë nuk di një njeri që t'jetë kampioni diçkaje, ose më i miri në botë të t'jetë anonim. Ndodh në Shqipëri. Bëj publike ekspertët, analizat, shqyrtimet, dëgjesat. Nuk ndodh. Nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh. Është marrë vendime dhe do konsultohet pastaj me qytetarët, apo do konsultohemi me qytetarët dhe me kryebashkiakët, pastaj do marrim vendim? Zoti Rama duhet respektoj një ekuilibër që ka aty brenda. Po unë besoj se dëgjon qytetarët në fazën që është. Dhe për mendimin tim, e thashë njerë, është fatkeqësi që ky diskutim bëhet se plasi në PS, në këtë partinë e dashur. Nuk dëgjoheshin qytetarët, se po të ishin dëgjuar, do rishikojnë ndryshe çështja. Se qytetarët aty kanë qenë, janë ankuar, u ankuan dhe për kadastrën e Vlorës, bën dhe protesta. Po. Su dëgjuan. Po opozita për shembull pse nuk dëgjohet për këtë lloj rasti? Se opozita ka propozime dhe veta, është pjesë, ka një bashkëkryetar në komision. Opozita nuk dëgjohet për ato arsye që ne i dim shumë mirë dhe t'i e bëm pyetje në kot, sepse është për fat të keq për shumë gjëra, është parë si aneks i këtij pushteti. Ka një pafuqi të vazhdueshme për disa procese. Shiko çfarë bën me reformën zgjedhore. Shiko çfarë bën opozita me protestat e veta, çfarë bënte. Më fal. Shiko çfarë bëri opozita me protestën e 29 majit e të qershorit. Aty janë deklaratat. Një opozit, për fat të keq, që i ka numrat për të ushtruar presion pozitiv, që nuk merr veten seriozisht, mund të merret seriozisht nga njerëzit. Vetë tjetra. Se opozita thotë ne kemi bërë propozimet tona. Patjetër që i ka bërë, patjetër. Opozita është shpesh që ka autoritet moral më tepër se sa numrash, sepse ti numrat nuk i ka të bëkosh. Opozita si mungon kjo autoritet për arsye të leadershipit, dhe mënyrës si u bën zgjedhjet. Ka një krizë besimi dhe atje brenda. Krizë besimi dhe mes demokratëve, mendoj një pjesë e tyre, krizë besimi dhe një pjesë e qytetarëve, që tani ne kemi provën konkrete, dolën në protest, masivisht, përpara se të zgjidhin opozitën që po protestonte përpara protestës. E qartë. Kryeministri thotë ishte për anëherë një media britanike, e kishim edhe material që e transmetuam, edhe tha që projekti i Zvërnecit ka për të vijuar. Po ja thot protestuesve apo investitorve. Pra ishte i bindur, projekti vijon. Protesta ishte e mirë, ishte e qetë, tregon demokracia tjetër, por projekti vijon, tha. Zoti Rama tha që nuk ka projekt. Ka thënë më përpara. Po, hera e parë. Më përpara flas dhe para një jave ca, 2 javësh. Nuk ka projekt, thot. Ne po bëjmë vlerësimin e zonës. Pastaj, kur nxorën dokumentet që kishte një leje, tha, nuk është leja jo, nuk e keni lexuar mirë jo. Pak më para tha që ky është një projekt privat, to ka shitur te privati, ç'pun ka qeveria që ngriheni kundër nesh. Tani deklaron që
projekti do vazhdoj. Ndërkohë, në media ka ndalë që pronarët real nuk dihen, se janë ngritur dyshime. Pronarët që kanë blerë tokën dhe kanë paguar edhe lekët, nuk bëhen dhe gjallë. Dhe kryeministri thot, ne kemi angazhuar studiot më të mira për peizazhiste e tjera, edhe unë kam një pyetje, në qoftë se projekti është privat, i gjithi, ashtu është në fakt, qeveria ka të detyrimin të zbardhi sa respektohen standardet dhe sa respektohet legjislacioni, atëherë kush i paguan këta arkitektët më të mirë në botë? Me kë e kanë kontratën për të bërë studimet që do bëjnë? Me kompaninë? Nuk din gjë. Po pse është kaq i rëndësishëm ky projekt? Kryeministri e ka kryetem, le të themi. Sepse për 1 euro të hedhur në objekte resorte luksi, vinë 2 euro e gjysmë për qytetarët shqiptarë. Mendoj që kjo duhet të jetë arsye. Arrogant apo ka forcën e 83 mandateve kur thotë që projekti do të vijojë? Të tëra bashkë. Po unë them shtroj tjetër çështje këtu. Zoti Rama ka një inkoherencë në ato që deklaron, dhe madje edhe kontradikt do të thosha. Sepse në qoftë se projekti është privat, garanci e qeveria. Po pse po e bën personale atëherë? Sepse nuk është thjesht çështje e qeverisë, po del personalisht kryeministri shpeshherë për projektin. Kjo është një çështje për të zbardhur nga të tjerë. Ne do presim kohën. Po kjo është pyetje mendoj që vlen shumë. Kush i paguan këta që bëjnë studimin? Për shembull, në çështjen e portit të Durrësit, patëm prononcimin e investitorit deklaruar zyrtarisht zoti Dala Bar, që unë nxitova atje tha. Po. Në çështjen e aeroportit të Vlorës, kemi prononcimet e investitorit që ka marrë koncesionin. Thotë, më keni bërë këtë, më keni bërë atë. Është edhe ortaku që deklaron, domethënë prononcohen këta që janë, si thua, përfituesit ose ata që janë operatorët. Tu kemi zero. Po, kryeministri do bëjmë konsultime. Me kë do bëj konsultime? Nuk e di. Nuk e di. Do ndryshoj projekti, mendon? Sepse mund ta lë të hapur faktin. Kryeministri thotë nuk ka projekt. Ai thotë do bëjmë konsultime. Nuk ka projekt, do i qëndrojmë kësaj që thotë kryeministri. Nëse ka projekt, projekti duhet të jetë publik. Dhe pastaj mbi projektin publik, se shikon, mendoj që për te diskutimit që bëjmë dhe notave të humore që mund të ketë, një projekt aq kompleks, ku angazhohen disa nga emrat më të njohur të arkitekturës botërore, zoti Rama këto i ka bërë publik dhe ka sjell dhe këtu, nuk i shqyrtohet dot, si thuash, vërejtjeve kritike ose vërejtjeve më fal kritike, vërejtjeve teknike të popullit, të shoqërisë. Ajo patjetër të kërkon një konsultim me njerëz të fushës. E vetmi gjë që kërkon, si thuash, shoqëria është, meqense kemi të bëjmë me një çështje që u bë e ndjeshme, në një zonë që është e mbrojtur dhe reduktimi i territorit të zonës mbrojtur u bë me një ligj që është i dyshim, mund të bëhet me referendum. E qartë, po qytetarët shesh, e kemi biseduar disa herë së bashku, po thonë nuk mund na përjashtosh nga zhvillimi, sepse ne jemi qytetarët që po e banojmë këtë territor. As si model, ajo ka të bëjë me model, mendoj unë. Po. Kur ti akaparon në një farë mënyre të gjithë vijnë bregdetare, me projekte luksi, patjetër ky mund të jetë një vizion që ti e ke vizion zhvillimi. Unë ndihemi përjashtuar. Dhe ne kemi parë, kemi përvojë këtë. Dhe çfarë po ndodh me protestën qytetarë? Çfarë ndodh me atë? Rama thotë unë do të bëj konsultime, do të vijoj me konsultimet, mund të ketë ndryshime në projekt, mund mos ketë ndryshime në projekt, mund ketë anulim projektit, mund mos ketë anulim projektit. Çfarë ndodh me qytetarët? E para një kemi një deklarim në Parlamentin Evropian për këtë çështje. Kjo çështje është bërë ndërkombëtare tashmë. Me sa di janë lënë 90 ditë konsultime, do të rishikohet dhe ligji. Kështu që kjo është një çështje që tejkalon këtë pretendim ose se ambicje të zotit Rama. Sa i takon protestës, unë mendoj se protesta do parë në kënd tjetër. Dhe vetë zoti Rama e ka parë në 2 aspekte. Protesta e qershorit dhe protesta e korrikut e Kandaraj. Mendoj që protesta në pikpamjen time, në mënyrën si u zhvillua, për kazat që ngrit, për spontanitetin, për kreativitetin, për karakteristikën e vetë paqësore dhe qytetare, e ka zhveshur zoti Rama nga çdo autoritet efektiv besimi moral. Zoti Rama, madje edhe tek ajo media britanike që cituat, kështu thoshte, unraveling the cult, kulti i zotit Rama, kështu që në një pikpamje dhe mediat, ne kemi parë mediat, sidomos mediat britanike,
që kanë portretizuar një kryeministër shumë të veçantë në arealin e politikës europiane, një kryeministër basketbollist, një kryeministër piktor, një artist që ka shije të veçanta ande këtej, kanë ngritur një lloj portreti gati egzotik të një kryeministri në një vend të vogël që po bën shumë për modernizimin e këtij vendi. Në fakt, kjo ka nxjerr zbuluar zotin Rama. E qartë, po kjo që thoni ju, shumicën e socialistëve që kemi pasur në studio, në debatet ndryshme, thonë shikë kemi përballë, kemi Saliun, dhe përgjigja e dytë, dhe përgjigja e dytë që kush janë socialistët, kush janë këta socialistët që kemi pasur në studio që kanë thënë kështu? Eksponentë të ndryshëm. Kush janë këta? Afër Partisë Socialiste apo pranë Partisë Socialiste? Pranë po, e kuptoj. Unë kam parë mbledhjet e Partisë Socialiste që i kanë ngjarë një kështu një ceremoni mortore funebre. Po vetë kryeministri tha Rama, po. Dhe kalorësit e vrerosur të progresit rinin aty pa folur dhe pa bërë gëk dhe mëk. Dhe vetë fakti që zoti Rama e diferencon protestën, e një, si të thuash, forcën e saj, edhe të imazhit, edhe të mesazhit. Po pse thot kam sërish 83 mandate dhe nuk më hidhni dot? I ka ato. Po forca e protestës nuk është kjo. Forca e protestës të evidentoj natyrën e një pushteti që ishte kamufluar shumë mirë dhe mendimin e asaj opozitës që më përmendet ti mua. Që duke humbur në mënyrë konsekutive zgjedhjet dhe duke mos dashur të ndryshoj, ka dashur të paraqitet si alternativë përkundrejt zotit Rama që thotë jemi vetëm një alternativë. Dhe është vetëm një alternativë përkundrejt asaj opozite, po jo kundër asaj proteste. Edhe një pyetje të fundit, është vullneti qytetar që çohet nga divani dhe shkon dhe del në shesh, apo është algoritmi në Instagram dhe në Facebook që i mbush mendjen qytetarëve që të shkojnë në shesh? Algoritmi bën përforcimin, si thuaç, mediatik edhe si thuaç, në ekosistemin e medias krijon një val të vazhdueshëm. Po njerëzit në shesh nuk i nxjerr për ditë algoritmi. Sepse i bie që edhe ata të shtojnë një pyetje më tjetër më serioze. Këta 856.000 që shkojnë dhe votojnë në mënyrë të vazhdueshme, as pa kritike edhe vetë kritike për Partinë Socialiste, kush i nxjerr nga divani? Kush i ngre nga divani? Kush i çon këta nga divani që vit pas viti, pavarësisht se çfarë ndodh këta aty në mënyrë këmbgulse? Cili algoritëm i çon këta nga divani dhe i çon aty? Ti japim përgjigje kësaj pyetje në intervistën tjetër që do kemi së bashku? Të shpresojmë.